Fillimisht po e nisi me Iranin, tashmë janë bërë më shumë se 50 ditë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në luftë me Iranin. Pse u sulmua Irani, Cako? Irani u sulmua për të blokuar 20% të naftës në botë. Unë kam të folur gjithmonë në radio, kemi folur bashkë, ndoshta të kujtohesh se Agenda 2030, e cila synon që të zhduk prodhimin e naftës, kërkojnë të paktojnë udhëtimet me avion, të rritin koston e biletave dhe të udhëtimit, kërkojnë të eliminojnë shumicën e popullsisë që janë shtresa të ulta duke ngritur kostot e jetesës nëpërmjet uljes së ofertës së karburanteve, kur ulet sasia, rritet çmimi. Dhe ata që janë më të varfrit, sigurisht nuk përfitojnë dot nga ky shërbim që të sjell nafta në rastin konkret. Ata duan të ngrejnë çmimet e naftës drejt për drejt që njerëzit e thjeshtë të mos kenë mundësi ta blejnë, duke quar 2,5 €, duke quar nga 60 euro barelën, duan ta çojnë ke 120-160 euro façi, as ke 120 dhe varion nga 110-120. Por pavarësisht nga llafet që thuajnë që do pret paqe, kështu unë mendoj që këta janë të gjithë bashkë dhe gjithë domethënë palët që janë në konflikt janë dy. Janë një elitë shumë e pasur, e cila kërkon të eliminojë me këto mënyra të gjithë shtresat e varfra, të cilat duke mos qenë në gjendje të blejnë karburant me çmime të larta, do t'i shmangen. Po karburanti jep efekt në të gjithë ekonominë, për shkak të hyn në shumë sferat të ekonomisë që përdoret dhe këto do të rritin çmimet. Rritja e çmimeve do të ulë sasinë e këtyre mallrave që do të shiten për konsum. Ulja e sasisë do të krijojë në shtresat më të varfra rritjen e urisë. Rritja e urisë sjell uljen e imunitetit dhe rritjen e sëmundjeve. Sëmundjet dora dorës sjellin më shumë vdekje për njerëzit e shtresave të varfra, e parë kjo në një afat të gjatë kohë, por njëkohësisht këta që do të smurën do të kenë nevojë shumë dhe për ilaçe dhe ato lekët e fundit që do të kenë do të vënë në farmacira dhe në shërbimet shëndetësore për t'i shpenzuar duke pasuruar ta elitën që zotërojnë gjithë industrinë farmaceutike dhe gjithë mjedisin spitalor. Drregull, po më dëgjon, ju tha që këta janë të gjithë bashkë, i bjen që edhe Irani është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë luftë? Po, unë mendoj që po. Pas revolucionit të 79-s, kur u largua Shau, deri në atë kohë ka pasur një karakteristikë lindja e mesme. Izraeli ishte në luftë me vendet arabe dhe Irani e ndihmonte me naftë. Për shkak se situata ndryshoi, këta futën në luftë Iranin me Irakun dhe u dobësuan të dyja palët dhe në Iran thollën një person që ishte Ayatollah. Një ndërprerje të zotit Cako për shkak që siç e pat është në rrethana pak jo të zakonshme sa i përket transmetimit që jemi direkt derisa të rregullon zoti Cako edhe mirë kemi përsëri në lidhje, po? Nora më dëgjon? Po. Dhe ky erdhi nga Franca. Po kështu dhe Ali Khamenei ishte është një njeri që ka qenë shumë afër dhe me britanikët, edhe djali vet që është tashi ka shumë prona të tij në lagjet e patura të Londrës, edhe ka jetuar dhe unë kam dyshimin që Khamenei është gjallë të bashku me familjen e tij, ndërsa të tjerët janë rarë dhe ai si një aset i madh i kësaj elite të vogël që organizon
gjithë pazullin e ri që do krijohet me rendin e ri botëror, e kanë shpëtuar ashtu si shpëtuan dhe Hitlerin, i cili ka qenë njeri i tyre dhe e quan në Argentinë, ku jetoi jetën e vet në paqe në një vend që quhet San Bariloche. Mirë, po, nëse keni dyshime që lideri suprem nuk është vrarë dhe po e bëni krahasimin me Hitlerin e Gjermanisë, atëherë në këto rrethana që jemi, do më thonë, ku mund të na shkoj mendja që mund të jetë lideri suprem për momentin? Cako dhe a do të jeton të përjetësisht i fshehur me një tjetër identitet, apo si funksionon kjo? Po, pa tjetër, këto nuk janë probleme, ruaj mjekrën, bërë një kapele, kështu si kjo timja, bërë një palsy dhe as të një njëri, jetot diku në një cep ande ku e regulojnë, as me redvesh se kush është, kush i një plak 85 vjetë. Po, në këtë kuptim, plani, agenda Rockefeller 2030, para 6 ditësh është mbledhur për 3 ditë qeveria e fshet botërore që quhet klubi Bilderbergerit, ku për herë të parë ka marrë pjesë një shqiptare që është Mira Murati, dhe kjo ka diskutuar për 2 pika klubi Bilderbergerit, i cili mbledhet në mënyrë sekrete, ka diskutuar për 2 pika, për automatizimin dhe për robotikën. Pra këta po mendojnë që të automatizojnë të gjitha proceset që shumë punë bëhen me dorë nga shtresat e ulta, ta duan të automatizojnë dhe të fusin robotët atje ku nuk kanë mundësi të automatizojnë deri në ekstrem. Pra, mendohet që nëpërmjet robotëve dhe inteligjencë artificiale mund të jenë vetëm 5 profesione që do vazhdoj të bëjë njeriu nga këto kryesoret, kurse gjithë tjera do t'i bëjë robotika, edhe mësuesët në shkollë, edhe policët në rrugë, edhe punët e shtëpisë, domethënë shumë gjëra pra do t'i bëjë robotika dhe nuk ka qatë duhet me shtreza e ullët. Dhe këta, me zhvillimin e inteligjencës artificiale, duan të zhdukin gjithë stresën e mesme, të cilët i konsiderojnë si amës të tepërt, si ndotës të planetit, si njerëz që nuk e meritojnë të jetojnë dhe duhet të ikin nga kjo botë duke zvogëluar numrin e popullsisë. Ky është plani këtyre makabër. Është plani Orwellian të cilin ne kemi lexuar ke George Orwelli, por nuk e besonim kur ai shkroi librin 1984 që elita ishte duke ndërtuar një shtet dystopian ku një pakicë e vogël do kontrolloj stresat e mesme, të cilët do mikrochipohen dhe kontrollohen, do jetojnë në Smart City, jo në përfshatra. Kush do jetojnë në përfshatra do kontrollohet me dronë dhe do goditet. Nuk do lejohen mbajtja me shumicë e kafshëve dhe kjo punë ka filluar tash në shumë vende të perëndimit i godasin këta fermerët që mbajnë kafshë. Dhe do tentohet gjithçka të bëhet në mënyrë sintetike me kimikate. Njerëzit të jetojnë në burgje të hapura që quhen Smart City, nga do të kontrolluar me kamera. Do nxjerrin ligje që do futin kamera dhe në shtëpi me përjashtim të dhomës matrimoniale dhe të banjove, do fusin në dhomat e ndentit, në kuzhinë, në për balkone, duke shfrytëzuar në një konflikt familjar, në një vrasje që mund të ndodhë brenda familjes, do ta shfrytëzojnë dhe do nxjerrin ligjin gjoja për të mbrojtur më të dobët në familje që janë prindra dhe fëmijë. Në fakt kërkoj falje që po ju ndërprej për shkak që po na mundsohet edhe komunikimi direkt.